Është e vërtetë se shërbimi duhet të ofrohet për të gjithë njerëzit, por vetë fjala shërbim është e lidhur pikë së pari me shtresat që kanë më shumë nevojë për ato shërbime. Referuar këtyre kuptimeve, mund të themi se ndihma dhe shërbimi i ofruar njerëzve është një formë e plotësimit të nevojave të tyre për të cilët kanë më shumë nevojë, si dhe plotësimi i një mangësie të fortë që ndikon drejt për drejt të jetët e tyre. Nisur nga se u tha më sipër, kërkohet që ndihma dhe shërbimi të ofrohet fillimisht për shtresat që kanë më shumë nevojë, dhe pasi të identifikohet lokaliteti i këtyre shtresave në nevojë, u ofrohet atyre ndihma përkatëse. Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, thot kështu: Të gjithë drejtorët, mësuesit, krerët, drejtuesit të qyteteve dhe të fshatrave të ndryshme, hoxhallarët, dietarët në qeverisje dhe drejt Islamit, janë të ngarkuar të ndërtojnë lidhje të forta dhe të ngushta me të gjithë anëtarët e shtresave të varfra, me të gjithë këmbëspathurit, të vuajtërit dhe të uriturit e popullatës. Lidhja me këto shtresat e popullsisë është më e rëndësishme se lidhja me shtresat e kamura dhe të pasura, që konsiderohen elitë. Të qëndrosh pranë njerëzve të varfër, të kalosh kohën me ta, të qash hallet e tyre dhe të shohësh veten si ata, është sjellja më e dashur dhe më e preferuar e njerëzve të veçantë dhe të dashur të Allahut të Madhëruar.